Për adhuruesit e mishit, ky është një nga vendet më të mira që duhet t'i vizitoni. Sot po ju marr me vete në një nga restorantet më të mira që i kam vizituar deri më tani, La Casa. Po fillojmë tani me peshkun të pjekur në kryp, një specialitet i tyre i cili ja vlen të provuar. Pasi të pjeket me kujdes, pastrohet mirë dhe shërbehet me një salcë unike. Vazhdojmë tani me sushi. Të gjithë ju që jeni adhurues të tyre, duhet vini dhe t'i provoni këtu. Nuk mungojnë as filetat e biftekut. Këtu mund të shijoni picat të gatuara njëjtë si në Itali. Pizza Napoli me shijen më të mirë që i kam provuar ndonjëherë. Por nuk daluam me kaq. Vazhduam që të provojmë edhe disa pjata të tyre unike që i shërbejnë vetëm ata. Nuk mungoj edhe asticja e freskët e shërbyer me linguini, një specialitet që do mbetet në mendjen time për një kohë të gjatë. Dhe tani vjen momenti i pjatës më speciale. Tomahawk, i cili ishte i pjekur në mënyrën perfekte. Pasi e skuqën mirë në zgar, vazhduan ta filetojnë dhe sipër ta marinojnë edhe me pak gjalp të freskët. Dhe me të vërtetë kishte një shije jashtëzakonisht të mirë. Dhe për në fund mbeti kofsha e kingjit e pjekur në furrë, e shërbyer me një salcë aq të mirë dhe të shijshme. Vetëm shikoni se mishi si është pjekur në mënyrën perfekte. Ambient familjar, ushqime që të lëm pa fjalë, vetëm në La Casa.